otro lugar. Nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores. A mí me enseñaron buenos valores. Vulnerable andaba buscando raíces. Lo que encontré fueron heridas. Creer en ti fue un gran error. Me endulzaste con tu teatro perdón. Ahora soy dueño. Përshëndetje YouTube dhe mirëser dhe po, mbaj pak anë se gjërat e tua kam. Ka futur një letër Andi tek çanta ime, edhe tash i bëjnë gjërat e Andit ato, edhe Andi duhet të mbaj, dhe Andi duhet të mbaj qesen, si mendoni juve? Është si muhabeti i porosive. Po. Porosit ersi 90 euro, Edhe i marrë 20 euro, 30 euro, edhe duhet një 3 eurosh për postën. Që porosit atë edhe merr fale as postën. Kur jo se si është. Thot, do marrësh ti një kanë tjerë. Në më i kanë tjerë 45 euro dhe po, edhe Andi mezi. Edhe Andi mezi e pretat e pak, po vetëm për atë kanë tjerën e vet. Kisha lënë unë një gjë pa hapur dje se kisha arrit porosia HM-s, edhe ky e kishte hapur se kisha menduar se kisha bler diçka. Unë djeva keq faktikisht që si kisha marrë një gjë më erdhi kështu si gjyna, zgjidhja për gjyna. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned, till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall the time of our lives when we started. Everything was groovy. Nga dita tjetër se dije na la bateria. Por burri soli pakon. Një e mora e çuva unë si tregova gjë, që ka thjesht një çantë vogël make-upi. E ke porositë çfarë? Po, e kam porositë HM-ja, shiko sa e bukur është. E mora vetëm për 15 euro. Shqipe sot ta marrë me vete ku t'ikim në Spanjë. Kjo më duaj edhe mos ma shikoni bluzën se ja bëm njolla. Motra vetëm kjo më ngon të shpy. E marrë fix atë që duaj. Se më është bërë bluzja me njolla se do shkundim shpinë. Me njolla bën dhe ato. Do behemi. Kjo është çanta e vogël e make-upit. Oh my god, sa e bukur. Kjo çanta make-upit do përdoret vetëm një herë ose 2 herë, sepse kaq e vogël sa është kjo nuk i mang kështu për zgjatë qona. Po mos ka make-up, është make-upet. Nuk janë tualetet, nuk janë skincare, make-upet. I zen? Buskuqet, këto gjërat kështu. U inspirova tamam nga motra, po motra kishte marrë atë të shtrenjtë në 65 euro, unë si fukara mora këtë 15 euro. Vërtet e ka marrë ja? Po, kjo ishte një tube i saj, kjo është nga HM-ja Beauty, është shumë e bukur. Se po do t'i ngarë me motrën ta merrsh edhe ti? Jo, po se doja, ata ishte shumë lek. Vetëm se ajo kishte ndarje kështu. I ndajmë më Mu duk shumë lek për një çantë make-upi 65 euro, kurse 15 euro smoothimsen. Mora dje edhe një fustan që e çova se më rrinte shumë i madh. Mora edhe një bluzë të zezë që e kisha veshur dje, ajo ishte shumë e bukur, nuk po tregova juve. Prit se këtu e kam hedhur, prit. Edhe ajo ju donte, apo është? Kush më donte? Edhe kjo? Bluzja. Po kjo bluzja dhe kjo çanta make-upit më ngosh në shtëpi. Më ngon të fustani po super shtaste. Kjo është bluzja. Se e kisha lënë aty që e kisha provuar, se pandaj po bëjmë punët, se e kemi përshpirë për mujt, por është shumë e bukur, është kështu si deve,
edhe vishet shumë kollaj, sepse I ka kraha deri këtu, edhe nuk më tregon krahët e mi të dobët fort. Se I kam shumë të tonifikuar. Prandaj e mora ashtu. Thash, sot, nuk e di ç'më ka gjetur njerëz, por kam qenë shumë e mërzitur. Do të s'kam asnjë hall, do ikim me pushime të tjelën, të gjitha, por kam qenë... Mërzitet robi ta muzikë, dhe ikim shumë Spanjë robi. Mërzitet, çfarë do poshtë ditë para? Mërzitesh, jo s'dikë Spanjë. Pse nuk është sot dita nisjes për shembull, mërzitet robi, ha? Jo, se mërzitet për ata nuk e di. Do ta bëj se real se I'm in pain. Mori sot telefon. Ande më si jam keq, pse s'më ke pyetur ti. Sot na shton atë mërzi që ke ti shtrike divani, thash ta kemë dhon. I thash ndrohemi bashkë. Ti nuk më kupton. S'më kupton, ti pse s'pyeti herë çfarë ke. E mora në telefon, pastaj I thash, Leri thash se më iku mërzia se më morën puna në telefon dhe do iki në punë, thash. Thash, po ike punë, po ik një 4-5 orë në një dyqan tjetër, ti ke të shifja dhe të stafin, se kam qef kështu të iki në përvende të reja. Des mbaroj. Punë, jo, ka qef. Kisha qef se... Dyqanë këto me I pavshëm çfarë. Po, sepse ishte një dyqan tjetër, një action tjetër, marrë këtë në telefon, sa më morën ata të punës, më thanë, do vish thash unë, se kështu jam gati gjithmonë, për gjysë orë niste puna, për një orë niste puna. Jo. Ka qenë ora 2:38. Dhe kur të mori ty ai? Në 2:38 më tha do vish 4. Po, sa I bi? Një orë 40 minuta. Një orë 20 minuta, unë s'kisha ngrën buk, ta haja dhe buk. E mirë, edhe marrë këtë në telefon, I thash unë do ikim punë, I thash unë, sa më mërzita në shtëpi. Sa theti? Me qa do ikësh më tha mua, se ka marrë unë makinën. Unë e mora fatikisht unë do qefja sot edhe kur shkëzave një shke berberi, e prasu që vi pak vona dhe thash pa e marrë makinën, edhe po vi makinë shpi. Edhe më tha të kam joftuar në mëngjes, dhe nuk është e vërtet se unë e mbaj mend që ma nxori kokën nga gajoja. Më që më nxora? Ishte më lunë sot se kur më parë, me gjithë të kam këtyrën, zot thash, a gjallë, a isha, a merë frymë e vërtet. Edhe ma nxori. Ja hoqa aty, ja hapa dhe ishte. Qa ke jo ngërë? I thashën që kështu, I thashën që se më s'kane të. Më tha mua po iki në punë, më tha ma e më punë, okej, plasim. E qënë atë, edhe bus po iki, se do më lajmon kjo, se do lajbo qekini, qekauti, po iki, unë edhe gruja qohet edhe shkru në letra që buri doli në 50-20 apo në 6 apo këtë dio. Po 60 këtë dalë se pa da e marrë makinën se e pashe dhe orën që ishte ore 6:15. Por zotin, unë kapsha dhe treni, kapsha gjitha. Edhe thash, me të marrë dhe makinë, se zakonisht e ma erës. Po kjo thash, pse me t'kaq vonesë për punë tash. Po gjithsesi. Nëse në 60 e kapën, është normal. Po ta pësë është thot në orën 4:30 si kim punë, po në 60 dhe në shpia. E me ja, qohem 5:30 qohem. 5:30. Po ta pësë është në 4:30 ju thot njerëzve në telefon. E keni parasysh ato që thonë, vdiqëm gjithë ditën në punë, mëngjesin në darkë. Mos keni parasysh atë. Keni parasysh të meme dhe keni parasysh që thot, unë dhe gruaja ime, kur e lëviza dhe delej qenë. Ata qeni vogël. Që dhe gruaja. Përveç kësaj, okej, them këti unë do ikim punë. Thot mu, e kam unë makinën. E di si ka ardhë ato momente. Më iku ajo, sa lek do mersha, një 60 euro që do mersha për 4 orë gjysmë, më iku për asyve, pap, një 50 dhe një 10. Po për të shi se I thash ati po... Grusi iku, se gruja kishte kohë 1 orë, edhe nuk kishte 20 ora. Ka qenë, mos pa tërgohë ka qenë 2:20. Mos pa tërgohë më fare. Prit, se s'ishte vetëm ky problemi tashi. Unë në mora një... tërgohë bisedën. E 32. Sa? E 32, e këshani. E 31. Ke marrë ti mu. Edhe prisni. Herë, e se në autobe. Herë. E prisni, mora atë në telefon, pasi më mora 10 minuta veshë telefon me te që ku ishte këtë dyqani tjetër që do iksha unë edhe këshu me të ashu qa ore që ishte o sistemova unë, të mësën një media ime isha shumë okej. E më marrë në telefonit dhe muna, një që mora direkt këtë se më ranë mëndë se mund të kisha vajtë aty poshtë edhe në të kisha kërko makine s'ka. Por shiko unë aty poshtë. Shiko, marrëm këtë në telefonit e mund, qëjtë e mund, unë s'ka makinë se e ka marrë punë e makinë. Tham, haj,
s'mu ma thoj më parë më të mu se polëm 10 minuta, i mora në telefon dhe ju thash që do vije. Dhe tash unë nuk kam operator, punëtor tjetër ta çoj. Sa i natë më ka ardhur, sa i natë më ka ardhur, s'ka shtë faje dhe i. Kërë të vi natë i ty, zotit ta shtot i natë i ke puna e më mu. Në orën 2:30 që morë vesh. Qoje, qohu, merë autobusin, edhe shkon punë. Kështu si shkenë gjithë mileti. Po, këtë do thoshte. Pa ja. Jo, prit se shumë njerëz do thonë këtë, okej, 1 sekond. Është 1 orë 40 minuta para të qip. Po prito por se unë 1 orë 40 minuta isha ullur atu, as buk s'kisha ngrën, as për të veshur s'isha bërë. Shpejt. Po 20 minuta më duheshin gati të dilësha nga dera. Po, në orën 3 kisha dalë. Në orën 3 kisha dalë. Për 1 orë. Për 1 orë, pristi tash, sepse ky dyqani tjetër ishte me autobus nga shtëpia ime të ikja në qendër të qytetit, të merresh të hikja te stacioni kryesor, të hikja te stacioni kryesor i trenave dhe të merja tren pastaj. Po na fillon për 6 euro që s'kam punë. Edhe 6 euro gruaja zoti na rrit për na lëpa. Po na histori 20 euro. Do shkonte në qendër. Po pra, gjithë ky procesi merrte 1 orë 10 minuta të ikja me tren. Shku fitet do në vonesë. E po, unë qa nuk i njifsha ata, qa nuk flas tani në një gjermanisht e perfekte. O fliqe ti, o zot. Po më su fliqe, po. Po qa ke, pra? Dhe ishte 1 orë 10 minuta vetëm të shkoja. Pastaj ishte dhe 15 minuta në kam që kështu më falni për shnerohesh. Edhe tëra kjo kushtonte 13 euro të ikja. Ti do? E bon dhe më po, nuk po di qa për qef. Për shemull, që se se do mërte 150 euro. Nga 7 minuta video, nga sa të gjysore. 1 orë 20 minuta, do fojshim ne 20 minuta ishin përqendrume vetëm ke... Po unë ishte marrë ky makinë, e qoj ky atje. Po mirë me se unë i bej orët se fillimi muajte, shumë i bej orët, ata më marrin. Domethënë unë jam ai person që merrem gjithmonë kështu në moment fundit, kur s'muret na njeri, kur s'vete na njeri, sepse unë gjithmonë iki. Nuk e kam problem, iki gjithmonë. Shumë mirë që shko, sot s'kisha mundësi, shumë thjeshtë si thoshe vi 4:30 dhe marroj. Edhe unë t'jeva shumë. Por unë kur do. Kur s'do nuk do, shumë e kështë. Po. Je miropafshëm, je shumë mirë. Ma bërë edhe mua kafe, se dhe dje, ke shumë ditë që bëm kafe, vetëm për vete edhe mua nuk ma bën. Se ti flet, kafe në ke këtu mrena, edhe nuk e shtypa vetëm se nështë të në gjëmë dhe zhurma kamerën. Edhe kështu. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. Prisni se ju bie dielli, prit. Inshallah nuk hum në një dokument. Tani mesoj se nuk ju bie me dielli. Hello YouTube nga dita tjetër, po dal, po i kitë po takoj një shoqen time, i bleva dhe një kështu për me vezë, për Pashkët, sepse ajo është ortodokse. Edhe ne që jemi ortodoks, jemi shumë e fatë që i festojmë Pashkët një javë më brapa katolikëve, edhe mund t'i marrim të gjitha gjërat me ofertë. Jemi shumë e fatë. Tash po e pres të takohemi, sepse do ikim do hajmë noodles, jo do të thënë aziatike, po të Kinës specifike, dhe mëse po pres që t'i kite haj, sepse ato bëjnë një me ros edhe e qajne, bëjnë shumë të mirë, jashtëzakonisht shumë të mirë këtu në Dortmund, edhe po e pres atës është pak me vones, edhe të ikim të hajmë, do e vë pak edhe kamerën për bateri, sepse nuk ka, edhe ky karikusi, që e ka marrë dhurat të puna, edhe përveç se këtyre më dhuruan dhe shumë veze, dhe shumë çokolata, dhe shumë gjëra që ta më quam një për vetantit. Ky është shumë i mirë. Keni disa kokë, edhe mund ta përdorni. Unë e përdor për telefonin, për kamerën, për të gjitha, duke qenë se nuk e kanë njësoj. Është super. Bën 9,99 €, e di unë se atje punoj. Ta vë pa kamerën në bateri, derisa të vi ajo edhe pastaj të iki. Infatuated, I left the flowers at your doorstep.
tell myself but fantasize. Strawberry summer, sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize, fantasize. Baby, it's now or never. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. No, I don't wanna miss your every single minute. Fytyra ime më gjesi duke bërë check-in-at për nesër. Mos ma bëni re që jam fryrë kështu, po nuk e di pse s'kan fjetur mirë. Po bëjte check-in-at e hotelit, sepse më kanë dërkuar që të bëj check-in-at. Të avionit I bëra. Qa qifti jeni ju? Ai që pagoni atë 15 euroshit që të uleni bashka, po ai që uleni ku t'i birë. Unë se kam paguar. Edhe Andit I ra me dritare, kurse mua më ka ra në mes. Egal, farja. Andi do ta pagoj sepse Andi gërret kur fle. Edhe duke që se gërret edhe është 3 orë gjysmë udhëtim nga Gjermania në Spanjë, nuk e dija që ishte kaq shumë, se më mund sa ka qenë nga Shqipëria kur e kam bërë apo 3 orë ka qenë të qandej në Barcelonë. Do ua tregoj të merrni vesh të vlogu tjetër se ku do ikim në Spanjë, por do janë dy qytete të ndryshme në një zonë. Në një zonë, por vajtjen e kemi nga ky qyteti nesër I Gjermanisë në një qytet tjetër, kurse kthimin e kemi nga një qytet tjetër I Spanjës në një qytet tjetër të Gjermanisë. Hajde merre vesh, por jam shmalumtur të me zi po pres. Sot u çova, rregullova ca rroba, piva kafe, edhe tash do nis do sistemoj gjërat e tjera që t'i kem gati për nesër, duhet bëj edhe ca punë shtëpie dhe kështu dita. Por kemi qenë me fat, kemi pas diell, tash dia u knaqa, ajo shoqja më kishte sjell dhe lule që si kam rregulluar akoma. Edhe më vjen keq se do më fahen derisa të vi, shikoni sa bukur. Yll. Shoqja ime ka dhe firmën e këmishave, që unë do ua tregoj kur të kthehem në Gjermani, edhe kështu jam shumë emocionuar për pushimin e mia. We're the best of friends through thick and thin. That's what we always said and what you believe. But I'm wanting more, can't help longing for your love. Time and again you're let down by him. Më tregoj shoqeve tua çka ke bler, se më akuzojnë mua ando. Hajde! Dhe sot jemi me si t'i vjen një emër çka blejon gjonave që unë blej. Herë, na çka ka blete hëmoja. Nuk prit. Do edhe emër. Andi shopping time. Gruaja gjeti marr pa. Sigurisht. Boj po. Dy gjëra ka bler. Po, sa shisi e buni. Herë, hajde tregoj çka Edhe ke një par bler. pantallona I bleu, presin se s'po fokusohet. Dhe një par pantallona I bleu javën e kaluar që nuk e di fare ku I ka lënë. I kam të dollap një ngru. Leva këta. Qa është ai? Një jaket dhe tha gruaja të rrim very, very cool. Zo, nuk e di si duket aty. A ulem po? Po, nuk shumë. Ja, si e kam bler. Kjo është, po. Është perfekte ta vesh unë me I fund bardhë. Që kur e bleu, do më thënë që kur e bleu. Jo që kur bleva. Vishe këta. E di si më rejky mu. Që aty do më thënë duket Po sa është shikoni blerë. sa e bukur është. Po është cool është, që Po I kthem mbrapa. Shikoni sa e bukur ka dhe këtë kështu si sipër. Se ka pa Andi këtë vërtet edhe me kopë. Kupa si gjaketat. Si pardesy. Shive, po, si pardesy të vërda. Shef t'i grue. Po shme vërda se kisha pa për zonë. Po di unë, të njoftë unë zë për I du. Ishte 54 euro. Por këtë javë ishte të HM-ja 20% off me kodin navi. Një për pantallona lino. Për La Spagna. Andiamo a La E thash mirë po. Vamos a La Spagna. Po si vazhdojnë? Nuk e di. Nuk e di. Edhe nuk e di. Këto, nuk I morën bardha. Parç. Po grua, okej, po. Harrova që do më tregu.
Shifer këto nuk I morën të bardha, kanë ngjyrë më të bukur se unë jam shumë I mirë ti tregoj burr. Kanë ngjyrë ulliri. Po, nuk I morën të bardha sepse pse di. Ishin shumë të dukshme. Po, edhe gruaja tha. Ti tha qeni. Televizësh ti tha me pantalona të dukshme. Termot të tjera nuk e di si jeton I llafe, se termot të tjera. Tërbon apo tërmon? Ne termot të tjera, ku jo, termot tërpo. Pa përdori ke babi më përdore këto. Ama termosh për lart, edhe tërposh për poshtë. Kur them unë që dialektet janë gjuhë vetën, për zotin nuk e di këtë termo tërpo. Ne jemi francez me grunë, tjera. Ju jeni në qytet, ima ju s'keni as. Fole ti e majnë. Po I për thashta ma ju jeni në qytet, dhe shumë nuk të shava. Po mime, se nështë ne kemi kështu ato... Po ua tregon pantalonat dhe të tëra kënd. Po, shive. Në vërtet janë shumë bukura, janë ngjyrë ulliri. Janë të lehta si të... Tham se ju nuk ju, pse nuk I morën të bardha, janë shumë të bukura, të lehta I morën të shi për Spanjë dhe nështë edhe për verës, pse jo për medalë. U bo se bep Spanja, anë bjede I palë petë tre qerekshe të bardha. Pete që pas kërë. Doshe me thënë kujë nuk. Tre qerekshe të bardha, janë shumë dhe ato shumë bukura. Dhe ora është 9:30 dhe ne nuk kemi bërë asë një valizhe gati. Do ta bëjmë të shikruje. Do poshtë I valizhet gati. Do bësh ti? Po. Po ti? Po, sot lo zjuve më talantën. Jemi shumë keq kampionat. Edhe po se peti nuk kam mbështetje. Pa sa pa shumë nështë ato nuk fitojnë. Shiko sa pun kam unë, do editoj këtë video. Se do jedhësh nesër të që? Po, sot që është shtunë, do jetë nesër të tjetër. Do bëjmë gati, duhet të bëj një self-tainer të nxihem për Spanjë. O gune po shkem atje ti po self-tainer. Po normali se unë do vishe me të shkurtra, do dalë atje. Ja, unë nxiju atje, por pse të nxihesh këtu me lamarina me sprajta, edhe të shkosh atje? Të shkoj atje si kam pule të bardha. Ashtu me I kam lona, ashtu I kam dato që shkojnë flesh për herë parë. Po që më duhet pura me ty dhe me ato, unë baj përgjithsi për vete. Po grupo, jo mos nxihesh atje për zotin, çapo bën me këto se ato nxjin shtëpinë. Për zotin mos nxij. Na futi këtu. Mos nxij. Aman. I ka 5 dia atë se nxin në njërë. Nxij zot na ruaj, nxij kravatin, jo, kravatin jo, thotë, nuk e nxij. Ha? Jo. Jo, nxin në njërë. Banjo. Aty, më thënë kur rregullohet ato gjona aty I nxin. Mos u nxij për të nxjime atje të ty. Bëjmë bashkë çokoladë, vim këtu. Ne nuk do nxjim se ne do ikim plazh, 2 ditë jemi në plazh. Po to drimi o grup, bëj banjo dielli e burr. Të martën ju do merrni vesh se ku do iki unë të andri në çfarë qytetit të Spanjës, se nuk ua kemi thënë. Pa e din ato. Nuk e din ato. Hajde unë pra tregoja. Hajde tregoj. Sevilla. Njo. Sa këta majmë është për shkollaj. Duhet më shikoni në Instagram, duhet më ndishni së zbem vetëm për reelsin që do postoj nesër. Edhe të kuptoni se çfarë organizimi bën Andi në udhëtim. Edhe çfarë po nërës. Duhet më, sepse sot sa po bleva dhe biletat e trenit, që duhet shkojmë nga një qytet në tjetër. Je mo e mira. Po ti çka ke bërë? Unë sot kam punu, kam ardhur në 4 shtëpi. Edhe unë punoj. Po për më grup. O grup, ti qa po bëjmë, mos u shtrashma. Ore qa po bëjmë për këtë udhëtim, po për. Qa po bëjmë për këtë udhëtim? Kam pagu parat. Edhe unë kam pagu. Sa revoltova të më. Jo, revoltove. Edhe jo, revoltohem se këtë udhëtim e kam pagu unë. Për zot. Po, unë të qova leka që e preve. Në karta tjetër. Po, bravo. Je ma I mirë. E qa dajmë atje kom të tuja? Atje flasim, dhe tash unë kam pagu. A I përva biletën që parë, unë e pagu. Se bëjmë shaka si të mund normal se edhe si pagu. Jo normal se edhe si pagu gjithmonë, po gjithmonë ka lekte vita. Se bëjmë gjithmonë shaka. Kështu? Se nuk po pëqeu. Por do bëjmë gati valigjet tash. Ne çanta shtëpinë e kemi, do na çoj vllai Anti nesër në mëngjes sepse udhëtimet janë. Ne do vëmë në 4 aeroporte të ndryshme. Po, tamam, nisemi fillojmë nga Paderborni. Ha tregoj të gjitha aty. Ço do shohim të video tjetër. Po, do fillojmë nga Paderborni, do shim Sevilla. Jo Sevilla, do shim qytet tjetër. A është?
Po mos e tregoj. Jo, lere mos i trego, po bëj lemsh se ku do ikësh ti. Po e di unë burr, po s'dosha më na thon qytetin tjetër se unë di që ka Sevilën do themi. Po ti çfarë more vesh për vetë? Po çfarë more vesh për vetë, çfarë burr, pse më. Pak më para e more vesh për veten. Po. Që nëse sonë tia Andra me disha mbrapsht. Gjithsesi njerëz apo e bëjmë kështu si like. Po, ju përshëndesim, ju puthim, shifemi në Spanjë, jeni shumë mirë, na ndiqni në Instagram. Ha. Ku të doni na ndiqni? Ku të doni? Ku të doni? Jo bimo marr. Ju puthim e përshafojmë. Ne kënaqemi të krijojmë video për juve dhe të ndajmë momentet tuaja, tona me juve, edhe I shkojmë dhe vetë. Na u morgoja. Që kështu, paçi!